Janë kurioz për sa I përket një kriminalit më të madh shqiptar, Ervis Martinaj, dhe se çfarë ndodhi realisht me të. A u vra apo është fshehur nga policia dhe ka sajur një histori për të shpëtuar pasurinë e tij prej 500 milionë eurosh. E ftuar në emisionin Spak, Lala është pyetur nga gazetari Ermal Qorri se çfarë po ndodh me Martinajin dhe si po vijojnë hetimet për kërkimin e tij. Duke marrë parasysh faktin se deri tani se kanë kaluar shumë vite dhe nuk ka pasur asnjë informacion për të, asnjë lëvizje, dyshohet se ai është ekzekutuar. Unë kam publikuar një nga pamjet e tij të fundit, para se të zhdukej. Sigurisht, unë nuk jam as prokurori dhe as gjykata që të them në mënyrë kategorike fatin e tij. Martinaj, ndryshe nga shumë njerëz të botës së krimit, nuk erdhi nga rruga dhe u bë kriminal. Ishte e kundërta, një njeri që erdhi nga bankat e universitetit dhe pastaj hyri në krim. Sigurisht që kam dyshimet e mia, besoj nuk ka hetimi për atë rast. Fakti që autoritetet shqiptare ja kanë lënë prokurorit të vogël do të thotë që mendoj se nuk ka pasur ndonjë interes të madh për ta trajtuar këtë çështje. Por fakti që po kalon kaq shumë kohë dhe nuk ka asnjë të dhënë lëvizje, dyshime çojnë që Ervis Martinaj mund të jetë vrarë. Këto janë dyshime që unë ngre për këtë arsye që unë them. Por nuk guxoj të them që kjo është kështu, se e them unë, duhet të kem prova. Diçka I ka pasur kërkime në zonën e jugut, se kishte dyshime se mund të ishte vrarë në det. Por shumë dyshime thonë se ai është prerë në 6 copa dhe është hedhur në det. Pra, çnjerëzim total për shkak të krimeve të bëra. Ervis Martinaj njihet si një person shumë inteligjent I cili mbaroi universitetin jashtë Shqipërisë dhe u rikthye këtu duke filluar si investitor dhe më pas kaloi dhe u ngrit një nga kriminalet më famoz në gjithë Shqipërinë. Çfarë mendimi keni ju? A mendoni se Ervis Martinaj është vrarë apo është gjallë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.